Ju përshëndes miq, këtu nga Bardh Blis. Vim këtu sot për të sjellur urime të bukura me rastin e 70 vjetorit të zonës Fatmia. Këtu na kanë dërguar fëmijët. Ata po konsumojnë kafe aty brenda, të gjithë bashkë ne shkojmë t'ja çojmë urimet e bukura. Mira, unë do të tako. Edhe I qëndit e këso, edhe I qëndit. Edhe I qëndit. Shëndaj dhe jetë të keni këtë. Po I lëshojmë pak që. Unë do ulem këtu për të qenë atë. Zonja Fatmia. Kiso 7 vjetë. Dhe surpriza marrë. Shurojmë edhe në shëndete kiso. Mes njerëzve të të dashur. Këtu ke bashkëshorte. Ke vajza? Vertje? Dhe mbejtë verse. Nuk je vetë. Atë mungojnë të tjera? Të larguar. Mirë, po. Ama dikush ardhi, ai që e pati të mundur. Sa fëmijë keni zonë? 3 fëmijë. Hyrën të ajo. I pash me jetë dhe me shëndet. Hyrën të ajo nenat eroike. I vërtet. Eroizën të rritë 5 fëmijë dhe kaq të kulturuar dhe të mirë. Që I ke falur kaq shumë e të kapë. Unë personalisht nuk I njoh, po shoh fjalë të bukura, të cilat janë dërguar në këtë rast të 70 vjetorit. Kemi bërë një kartolinë kështu në kornisë të madhe, për të ngritur një kujtim I bukur. Se 70 vjetori, le ta themi nuk është një ditëlindje zakonshme, është një përvjetor. Në këtë 70 vjetor, si ndjehesh? Mirë. E plotësuar, me fëmijë të mirë të vendosur të gjithë. Zemra një nene patite që I do të gjithë. Por rëndësi ka që të jenë të përmbushur me familjet e tyre me të gjitha të mira. Se le ta themi asnjë nuk I ka afër ashtu si I do. Ka erdhur koha kështu. Vetëm vajzën e ke Shqipëri dhe 4 gatite jashtë? Në Greqi apo? Greqi dhe Itali, dhe në Australi. Na I mori bota dhe gjithë fëmijë. Edhe kaq të përkryer, që kudo që vejnë, lejnë atë kulturën, punën e tyre kontribojnë. Ajo është. Tash unë një pyetje kam. Nga dilisht. Faleminderit. Dëgjoj tani. Një pyetje vjen nga unë. Kusha ka dërguar ne? Vajzën e ke këtu? Po. E di, kuptova të gjithë. Vend, pjesë e familje. Të borosi tani kush e ka bërë? Se me këta do pi një kafe. Super madhe. Do jete surprizave ku aty më shumë. Ata janë bërë bashkë. Dhe ky është qëllimi I surprizave. Kur urimet na vinë si buqet bashkuar nga të gjithë. Kjo është ajo që na sill, na servis surpriza. Se kështu veç jo se nuk kanë lezet, jo se nuk ndihesh I vlerësuar, po kur bashkojnë të gjithë ka tjetër bukur. Kanë menduar njëkohësisht për nenën e tyre. Më dëgjon pak të kartolinë urimi. Gëzuar 70 vjetorin, mbretëresha jonë. Edhe 100 vite të tjera gëzofsh mes nesh, sepse ti I je forca jonë. Faleminderit që ekziston.
Jemi shumë krenarë për ty dhe babin, për çdo sakrificë që keni bërë për ne. Pa ju, nuk do t'i ishim këta që jemi sot. Zoti të bekoftë me jetët e gjata dhe gëzime pa fund. Sot nuk ndodhemi pranë teje fizikisht të gjithë, por me mendje dhe zemër jemi me ty. Mos haro që të duam shumë. Kjo surprizë të vjen nga fëmijët e tu, Nipër dhe Mbesa, Liliana, Rita, Gela, Trëndafile, Mandi. Urime sa, edhe 100 kësaush. Tu nuk I njoh personalisht, a I keti gjithë. Jemi bashkëshortin tu në qendër, I bashkë gjithë me jetën e shëndet, dhe surprizat të bukura të kesh gjithmonë. Unë po e angazhoj vajzën për ta jap të lule në bazë, sepse më thanë që I kishe qef jeton dhe më gjatë patjetër, për të kujtuar këtë 70 vjetar. Kanë menduar edhe për babai patjetër, në shse vetë, ta konsumoni pas vite, jetë dhe shëndet bashkëshorte, gjithë të mirat I uroj. Numri yt I ditëlindjes, I vendosur aty, 70 vite, uroj të bëhet me 3 shifra edhe 100 vite të vosh. Gjithashtu. Është porositur edhe kjo toftë, për botën je thjesht një nenë, për ne je gjithë bota. Me këtë thënie kaq të bukur nga zemra e fëmijëve të tu, për këtë 70 vjetar. Ndezim ditëlindje të që vite ditëlindjes tënde, të 70 vjetar. Unë preferoj t'i vendos, edhe pse këtu janë të skalitur, numri 70 vjetar. Është I përgatitur me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë me zelga. Të gjithë së bashku, I këndojmë sot. Këndin e ditëlindjes. Shumë urime për ty, shumë urime për ty. Shumë urime për nëna, shumë urime për ty. Na mendojmë dëshirë të bukur, dëshirë. Vetë dëshirë. Vetë dëshirë. Jo tregon që ne të kemi surprizuar ku emocionove I jetë dhe shëndaj të keni të gjithë. Liliana edhe Ju falenderoj dhe unë. Falë për të gjitha në njësa. Ndodhë, sidomos në lartësia.